Kam një moment kur unë vesha këpucë Adidas për herë të parë dhe Sababizi po është një njeri i mrekullueshëm, jo si futbollist, po, si gjithçka më thënë, yll i sportit shqiptar. Baba ime ka dash më shumë se çdo futbollist tjetër. Atë edhe një futbollist Tiranës. Më dhuroi një palë këpucë me numër 43 që kisha kamën dhe unë i veshi për herë të parë ata këpucë në ishin finalet të Tiranës me Teutin në Tiranë. Kupet. Ishte bujar prejza kryesor, unë isha tek tribuna përballë asistent. Më shumë po shifshe këpucët për gëzimit se sa po shifshe neshin para fillimit të saj. Një saracinesk që lag fushën, që vendoset zorra, kishte qenë me kapak të hapur, mu më shqet pa kama prej shpejtësisë, edhe kama djathtë në bjen aty, dhe ai kunji i saracinesë nuk kishte si këto çezmet që kena. Ai kunji i saracinesë më shpol këpucën në 2 vend. Atëherë unë nuk di se si e ka përfunduar. Nuk më dhënë te kama, sa më dhënë te këpuca.